Atëherë niveli i informacionit nuk determinohet as pak nga vendi ku jeton, është i determinuar vetëm nga vullneti jot për e marrë informacion. Edhe në një pjesë të madhe, njerëzit nga diaspora që e majnë një sy nga Shqipëria dhe i ndjekin ngjarjet këtu, mund të jenë shumë më të informuar se disa njerëz që jetojnë këtu. Fakti që jeton këtu nuk të bën ty një njohës më të mirë të politikave, mund të bëj njohës më të mirë të një realiteti në cilën ti jeton, po jo domosdoshmëri dhe i politikave. Nëse këtu njerëzit me tamam do ishin kaq të informuar politikisht, situata politike nuk do të ishte kjo që është, nuk do të votonin këta njerëz që votojnë. Pra nuk e shoh që niveli i informacionit është domosdoshmërisht i lidhur me vendin ku ti jeton. Unë kam qenë në shumë shtëpia të shumë emigrantëve jashtë vendit dhe televizorat e tyre janë te stacionet shqiptare. Unë vetë kam qenë jashtë vendit për shumë vite dhe kam vazhduar kam ndjek situatën politike atje. Largësia fizike jo domosdoshmërisht është edhe largësi mendore për ata që e kanë interesin edhe vullnetin me ndjek situatën atje dhe këto do jenë dhe ato që do votojnë në fund të ditës.